që mos përdojna me bo një demonstratës e dani sen, edhe pse na kemi ardhur për një pa dhe thot të shenjat islamike. Tash momentalisht pra jena të pae që xhamia qëto, i thojnë Mesxhid Gamam. Edhe kjo të thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenën jashta mureve të Medinës. Faktikisht do thot këtu është llogarit që është më jashta mureve të Medinës. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dua për shi. Edhe kur ka bë dua, Allahu dhul xhelal e ka zbrit shivin. Edhe ka zbrit të thot një javë ditë shivi. Edhe pasi që ka zbrit të thot një javë ditë shivi, atëherë ka ardhur një sahabi tjetër i ka thonë ban dole të nale shivi për atë arsye se na ushemën shtëpia. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri ka bën dua edhe ka thonë Allahumme hawaleha la aleha. O pejgamberi i Zotit ban dua dhe thot që me ra më nal shivi për atë arsye se shumë shifo vjen, atëherë pejgamberi islam ka thonë Allahumme hawaleha la aleha, çka do të thonë o Zot që e shivin për rreth Medinës, jo bashkë Medinë. Edhe pi asaj kohë, zakonisht kur bjen këtu shi në Medinë, mrena në qytet bjen shumë pak, a shivi më shumë bjen do thot për rreth, për ana, çfarë kupton. E kjo është do thot me duajin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrit i ka ardhur me arrë me dal bashkë te veni ku ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka dal te çaj xhamia e vogël përballë çka po e shefni. A kupton? Masanena do thot në kohën e Alis radiallahu anhu, edhe ati i ka ardhur marrë me dal ku ka dal Ebu Bekri dhe ku ka dal Omeri, ka dal do thot te çaj xhamia që atje për mas. E çaj xhamia atje për mas do thot është Mesxhid Ali. Do thot xhamia e Alis radiallahu anhu, i cili ka bën do thot do edhe ai do thot këtu në këto vende. E çto janë tre xhamia të cilat do thot gjenden këtu për rreth xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë historike. Për atë arsye do thot nuk i kanë shem, i kanë lënë. Ama do thot i kanë lënë veç për mu pa se nuk falen në to do thot. Pse është xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çati shkojnë mu fal, kupton. Se sevapi është më i madh atje mu fal se sa na për këto xhamia tjera këtu. Zoti ju shpërblet inshallah të gjithëve. Pa. A hespi tash. Sa s'na kanë